një orë veç i ka thjerë krejt, kamerat, restorani, ushqimi, krejt u zgjedhën për një orë. Nesër më veç kom shku, kështu, veç hajt me pa pak restorantin dhe me veç peshenusja restoranin. Në Kosovë është një diçka edhe shpesh e një nga shokët e mi. Nuk e njofin Tetovën, për veç e ka një pretendim. Edhe Risa e ka pat një pretendim. Tetova është shumë më ndryshe se sa që folin edhe thuan se ka. Nëse folin për modernizim, për qoftë prej në biznise shumë se në tjera, është e ngritur. Tash unë në konfaj se kanë dalë të pa diturit jashtë edhe nuk e hapën vlerësimin edhe thuhet se okej, Tetova bazohet veç prej një njeri që bën disa gjeste, por Risa kur e pa se unë jam, katunim është komunë. Një ndër komunat Bogovin. Bogovin. Komuna kryesore e Tetovës është. Edhe kur e pa ati spitalet, po poshta, nëse për punë banki ke krejtë tash, a i rahat tash po. Mirë. Më thuj pak si ishte në ato ditë e para të të qenurit nusë të Tove. Kishe për të zgjuar shumë herët? Ose cilat ishë ndoshta disa nga traditat që nuk kthehen dot? Jo, unë ala nusë të tamam, si më bo, po në fillim më trishtuar me ato që do të nusja e re me u që herët në 6 mëngjes, me shku me pastru borët e adetër. Ne e lushim pak, se unë e kapa e në thash adetër është nusja kur martohet, thash mëngjes kur qohet, fshisën e merë, ja rënitin me pare, a më këtërën korit shumë më pare që kemë bo ta si bëjnë. Tash e rënitin me pare, tash e shkona për shpijt e familjarve të mi, edhe nusja pastronë, a më kritë pare t'i kati, e pastronë në borin e... U zgjuar e Risa. E provoj Risa. Jo, përse së e vërtet. Jo, si bëjnë të ne, veç kanë ngelur tradita. Ka në fakt dikush që i bon, por ne nuk i praktikojmë. Ju keni bërë dasëm? Jo, vitin arshëm e kem dasmën. Pra keni plan për ta bërë vitin arshëm. Si do t'jetë dasma juaj? E keni mendu, e keni planifiku, e keni diskutu këtë, apo veç muzika të është diskutimin kryesor? Me tregu drejt, ashtu dasma, ishëm dilemat e bojmë vitin 2026, a vitin 2027. Edhe kjo për do arsujet vete, të isha 2027, shumë largë, se puna e distancës, të isha veç probleme ka me sjellë. Edhe vendosit, është dyqysh si diskutim, si kalojnë debat, kaloj ashtu një orë veç i ka thjerë krejt, kamerat, restorani, ushqimi, krejt u zgjedhën për një orë. Nesër më veç kom shku, kështu, veç hajt me pa pak restorantin dhe me veç peshenusja restoranin, a veç e rezervun krejt për një orë. Sa me fat pas këtë qenë, ku do t'jetë dasma juj? Në cilin muaj? Me 28 gusht. Pra vitin tjetër me 28 gusht, keni qenë shumë e fatë sepse kemi dëgjuar që gjithë shka duhet prenotohet disa vite për para. Duke fillu nga muzika, nga fusha juaj e famshme, deri të këdetoj i fundit, nuk mjafton një telefonat. Disa lutje edhe nuk dhjetë a gjendë vend. Te muzika e kem problem kush ka me kënu, se ka shumë, e cili më stidnohet as kush, e kështu që rilindi vendos me shok të vetë, ashtu. Keni shumë kolegë të cilët s'mund t'i ndoni. Po shpresoj se kur vjen puna tek dasma është diçka shumë se nuk ka pse të ketë hatërmbetje nga njëra anë, se është diçka, është familjare, është dëshira, nuk është vete imja. Nëse unë dua ta marr një koleg, ndoshta Risa nuk do. Thotë, okej, dasma neve dyve, tash duhet bëjna dakord për një bashkë. Të paktën për një. Për gjithë shka që bëhet fjalë për dasmën, duhet bëjna dakord dytë. Sigurisht. Se nuk është, zbesoj se është e ishme veç të marrë unë të vendosi gjithë shka, pa mos e pyetur Risën rreth detajeve të dasmës. Ku në fakt është dasma e jona, nuk është veç e imja, nëse veç e Risës.